Vetëvendosja fitoi bindshëm në zgjedhjet e djeshme në Kosovë, LDK pranon përgjegjësinë, PDK premtoi bashkëpunim në kuvend. Kryeministri Mickoski tha se vendimi i rritje e pagës minimale do të merret në koordinim me punëdhënësit. Prindërit rrëfejnë momentet e tmerrshme të natës së 16 marsit kur u dogj diskoteka Puls në Koçar. Ministri Azir Aliu premton se deri në maj do të zgjidhet problemi i parkingut të qendrës klinike. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Pas krizës disa mujore politike për të formuar qeverinë, të dielën u mbajtën zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat nxorën lëvizjen vetëvendosje të Albin Kurtit si fituese të zgjedhjeve me një fitore bindëse. Kurti ka theksuar nevojën e krijimit të shpejtë të institucioneve, ndërkohë që lideri i PDK-s Bedri Hamza ka premtuar bashkëpunim për votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe për zgjedhjen e presidentit. Lëvizja vetëvendosje është rikthyer fuqishëm në skenën politike në Kosovë, duke siguruar një fitore plebishtare të ngjashme me atë të arritur 14 shkurtin e vitit 2021, kur fitoi 50% të votave dhe qeverisi e vetme për 4 vite. Edhe në zgjedhjet e djeshme ajo arriti një rezultat të ngjashëm me 49.30%, ndërkohë që pritet të numërohen edhe votat me postë dhe ato me kusht, të cilët llogaritet se do të ndikojnë për thellimin e fitores. Albin Kurti ka quajtur fitore historike këtë rezultat. Edhe një herë urime të gjithë qytetarëve, mërgatës dhe secilit pa dallim, fitoren historike që është në rrugë të mbarë të tejkaloj edhe 14 shkurtin e vitit 2021. Sot ishte një ditë e gjatë, përveç se e bukur dhe e rëndësishme. Humbasi më i madh i këtyre zgjedhjeve është vlerësuar kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku, partia e të cilit mori 13.57%. Abdigjiku kritikohet për shkak se gjatë periudhës së krizës institucionale refuzoi edhe ofertën e lëvizjes vetëvendosje për bashkëqeverisje, ndërkohë që nuk ishte i gatshëm as për të tentuar përformimin e një shumice nga ana e partive opozitare. Kur qytetarët e Kosovës flasin, ne duhet t'i dëgjojmë. Kur populli jep verdiktin e vet, ne duhet patjetër të respektojmë. Demokracia funksionon kur udhëheqësit janë gatshëm të bajnë përgjegjësi, jo vetëm kur fitojnë e kur kanë fest. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës e ruajti pozicionin si partia e dytë në kuvend. Hamza e ka uruar Kurtin për fitoren, ndërkohë që ka premtuar edhe bashkëpunim. Sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe kaluarëm i kemi votuar marrëveshje ndërkombëtare. Gjitha ato që janë dobi dhe në interes të Kosovës e qytetarët të Kosovës, sa i përket çështjes së presidentit, unë e kam thënë që është proces i ndarë, unë pres fillimisht më konstituu kuvendi, me u formu qeveria, me vazhdu puna dhe kur vjen koha e presidentit, besoj që ka mundësi me u gjetë formulë qysh mu zgjedh presidenti edhe. Ndërkohë, përkthyer në mandate, sipas rezultateve të deritanishme, lëvizja vetëvendosje ka siguruar 56 ulëse në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës 23 ulëse, Lidhja Demokratike ka 15 ulëse, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 6 ulëse. Urime për fitoren e lëvizjes vetëvendosje kanë dërguar krerët institucionale dhe ata të partive politike nga Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Ata kanë thënë se presin formimin e shpejtë të institucioneve të Kosovës dhe tejkalimin e krizës institucionale. Pas fitores së lëvizjes vetëvendosje në Kosovë, urime kanë dërguar krerët institucional dhe ata të partive politike nga Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, ka uruar Albin Kurtin për rezultatin e zgjedhjeve. Uroj veçanërisht kryeministrin Albin Kurti për fitoren dinjitoze. Ky rezultat zgjedhor konfirmon besimin dhe mbështetjen qytetare për vizionin dhe për kushtimin e lëvizjes vetëvendosje,
Përgëzoi gjithashtu të gjitha subjektet politike për pjesëmarrjen konstruktive, si dhe qytetarët e Kosovës për kulturën dhe pjekurinë demokratike që kanë treguar. Për fitoren e Kurtit e ka uruar edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, ndërkohë që partia e tij është më e afërt me partitë oponente të lëvizjes vetëvendosje. Si dikush që ka dhënë kontribut për lirinë e Kosovës dhe që beson thellë në të ardhmen e saj, dëshiroj që Kosova të ecë përpara me hapa të sigurt, duke forcuar aleancën e saj strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian. Kjo është rruga që garanton paqe, zhvillim dhe një të ardhme të sigurt për brezat që vinë. Urime kanë dërguar edhe krerët shtetëror në Shqipëri, pavarësisht ulje-ngritjeve në marrëdhëniet mes tyre, në shumë raste edhe publike, nuk ka munguar urimi i kryeministrit Rama për fitoren bindëse të Albin Kurtit në zgjedhje. E ka uruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës për fitoren domethënëse dhe uroi që mandati i konfirmuar nga populli i Kosovës për Albinin e për partinë e tij të kthehet në sukses e në mbarësi për Kosovën, si edhe për marrëdhëniet e vëllazërore mes dy shteteve tona, gëzuar. Edhe presidenti Bajram Begaj uron që fitoria e Kurtit të përkthehet në begati për Kosovën dhe përgjegjësi për institucionet e vendit. Qeveria mbështet rritjen e pagës minimale, por vendimi do të merret vetëm përmes dialogut mes punëdhënësve dhe punëtorëve, tha sot kryeministri Hristian Mickoski. Ai tha se çdo marrëveshje arritur mes tyre do të ketë mbështetje institucionale. Mickoski shtoi se Maqedonia ka shportën më të lirë të konsumit në Evropë sipas Eurostatit. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se qeveria mbështet rritjen e pagës minimale, duke vlerësuar se një vendim i tillë do të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e të ardhurave në buxhet. Duke ju përgjigjur gazetarëve, Mickoski tha se qeveria nuk do të marrë vendim për këtë çështje pa vendosur për të njëjtën punëdhënësit dhe punëtorët, dhe shtoi se çfarëdo marrëveshje për ta është e pranueshme dhe do të gjejë mbështetje institucionale. Për neve si qeveri është e pranueshme rritja e pagës minimale sepse do të kemi më shumë të ardhura në buxhet. Jemi punëdhënës të 100.000 punonjësve, kurse shteti ka më tepër se 700.000 të punësuar. Kjo nuk kupton se rreth 600.000 do të vinë tek ne. Nëse jemi vetjak, mund të themi që pagat të rriten më njëherë që nesër. Por ne themi, jemi qeveri që në kuadër të dialogut social ndërmjetësojmë mes punëdhënësve dhe punëtorëve. Kështu që çfarë do vendimi që ata marrin, ne si qeveri do ta mbështesim. Mickoski foli edhe për shportën e konsumit dhe deklaroi se sipas statistikave të Eurostat, Maqedonia është vendi më i lirë në rajon, po edhe në Europë. Eurostat është institucioni vetëm relevant në Evropë, e cila thot se shporta konsumatore në Maqedoni në Evropë është më e ulëta dhe nëse të njëjtën e krahasojmë me shportat konsumatore në rajon është shumë më e ulët, të themi në krahasim me Shqipërinë, Bullgarinë, Greqinë dhe Serbinë, ose nëse ndonjë mesatare europiane është 100, shporta e konsumit në Maqedoni është në 75. Ndryshe, sindikatat në paralajmërimin e tyre të fundit kanë njoftuar se vitin e ri do ta nisin me protesta duke kërkuar rritje pagash dhe rrogë minimale prej 500 eurosh, dhe se për të njëjtën nuk do të pranojnë më diskutime. Mësuesit e shkollave fillore dhe të mesme do të marrin rritje page nga marsi vitit të ardhshëm, njoftoi ministra e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska. Sipas njoftimeve të saj, rritja do të jetë midis 7.5 dhe 10% varësisht nga llogaritjet përfundimtare. Ministria theksoi se kjo është një masë kyçe për motivimin e edukatorëve e përforcuar më tej nga konkurrenca dhe kariera. Ajo që nuk ka qenë e mundur të bëhet deri më tani ne kemi bërë. Jam krenare për suksesin që kemi arritur, i cili u vure në raportin e Komisionit Evropian, ka thënë Janevska në konferencën e sotme për shtyp. Ka vazhduar sot gjykimi për zjarrin tragjik në diskotekën Puls në Koçan, ku humbën jetën 63 persona, kryesisht të rinj. Prindërit e viktimave dëshmuan me dhimbje për mungesën e ndihmës dhe për momentet dramatike gjatë zjarrit. Ata kundërshtuan pretendimet e të akuzuarve se kishin shpëtuar jetë, duke theksuar se shumë fëmijë vërtet ishin të ndihmuar, por nuk mbijetuan. Në gjykatën e Idrizov pranë gjykatës themelore penale në Shkup, sot ka vazhduar gjykimi për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan.
Në mes të lotëve që nuk mundeshte të mbaj dot dhe me një zë të ullët, Ivana Minova, nëna e Draganës 16 vjeçare, e cila është njëra ndër viktimat e tragjedisë më të madhe që ka ndodhur ndonjëherë në vend, sot ka dëshmuar në gjykat, nga ku tha se të rinjeve, të cilët parkotoheshin brenda diskotekës, nuk është afruar ndihmë dhe se të gjithë akuzuarit, si edhe të tjerë që janë levdëruar se kanë ndihmuar dhe shpëtuar jetë, ajo tha se gënjejnë. Minova u shpreh e prerë, sipas saj, ata që vërtet kanë shpëtuar jetë, sot janë të vdekur. Ishte e tmerrshme të shihje fëmijë të rinj duke luftuar për jetën. Disa prej tyre ishin pa rroba. Dola jashtë dhe e pash bashkëshortin tim duke qëndruar pranë vajzës son. Ajo ishte e veshur, u gëzova dhe mendova se ishte vetëm pandjenja. Ai e mori Draganën në krah, e futën në makinë dhe e çuan në spital. Edhe atje pamja ishte e ngjashme. Në korridorin e urgjencës shtriheshin fëmijë të vdekur. Kudo kishte gjak dhe erë të trupave të djegur. Mendoj se Dragana do t'i hapte syt. Ajo qëndronte shtrirë në dysheme. E morën, por jo për në repart, e drejtuan për në morg. Dragana shkoi në koncert, ndërsa neve na e kthyen në arkivol. Ajo dëshmoi gjithashtu se një automjet policie ishte shfaqur kur ajo e kishte sjell Draganën pranë pulsit, por ndërsa po kthente makinën për t'u larguar, automjeti ishte zhdukur. Ai theksoi edhe një detaj të rëndësishëm, se përveç vajzës së saj të mitur, shoqeve të saj, vëllait dhe shokëve të moshës 13 dhe 14 vjeç, rrugës edhe para diskotekës, kishte parë shumë fëmijë dhe të mitur që po shkonin në koncert. Ndërkaq, Gabriela Naunova, nëna e Nadica Naunovas, e cila gjithashtu humbi jetën, dëshmoi se, duke kërkuar vajzën e saj, kanë thyer një mur për të hapur një kalim për vajzat e bllokuara në tualet. Në spital e quan Nadicën në kirurgji. Një infermiere na tha se e kishin rikthyer pulsin. Gjeta mënyrën ta shihja përmes xhamit. Qëndronte e vdekur në shtrat e vetme paskënd pranë saj. Është shumë e rëndë ta shohësh fëmijën tënd të vdekur. Në këtë seancë të gjykimit kanë dëshmuar edhe disa prindër të tjerë, të cilët i kanë humbur më të dashurit e tyre. Kujtojmë se më 16 mars në Koçan, përderisa ishte duke mbajtur një koncert nga grupi i famshëm DNK, diku në mesnatë, diskotekën Puls e kaploi një zjarr i madh, ku si pasojë jetën e kanë humbur 63 persona, kryesisht të rinj, ndërsa mbi 200 persona të tjerë u lënduan. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se nga fillimi i këtij muaji janë lëshuar gjithsej 18.318 gjoba trafiku, prej të cilave 4.019 për te kalim të shpejtësisë. Gjatë kësaj periudhe, 123 persona u privuan nga liria për drejtim të rrezikshëm, kryesisht për drejtim në ndikimin e alkoolit dhe për te kalim të shpejtësisë. MPB thekson se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë dhe u bën thirrje qytetarëve të respektojnë rregullat e trafikut për rritjen e sigurisë rrugore. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se në periudhën nga 1 dhjetor 2025 deri më 28 dhjetor 2025, si rezultat i kontrolleve të rregullta të trafikut të kryera nga oficerët e policisë, të gjitha departamentet e punëve të brendshme në rrugët në të gjithë vendin, nga gjithsej 18.318 urdhërpagesa të lëshuara, 4.019 shkelje kanë të bëjnë me shoferë që nuk kanë respektuar kufirin e shpejtësisë së përcaktuar. 123 persona u privuan nga liria për drejtim të automjetit në mënyrë të pakujdesshme në përputhje me nenin 297A të kodit penal, nga të cilët 100 për drejtim jeti në ndikimin e alkoolit, 13 për drejtim të automjetit me shpejtësi më të lartë se shpejtësia e lejuar në vendbanim, 7 për drejtim automjeti me shpejtësi më të lartë se shpejtësia e lejuar jashtë vendbanimit dhe 3 për drejtim të automjetit në drejtim të ndaluar. Nga MPB ka shtuar se sipas rishikimit statistikor të aktiviteteve policore, gjatë muajit dhjetor u regjistruan 5.018 shkelje për parkim të papërshtatshëm. U vendosën 1.843 masa ndaj shoferëve që drejtonin automjet pa patent shoferi, si dhe 679 sanksione për drejtim në ndikimin e alkoolit. Në përputhje me dispozitat e ligjit për sigurinë e trafikut rrugor, 18 shoferë motocikletash u sanksionuan për mosmbajtje të kaskës mbrojtëse dhe u sanksionuan gjithashtu 415 këmbësor. 1046 përdërues të rrugës u sanksionuan gjithashtu për mospërdërim të rripit të sigurimit.
Në përputhje me ligjin për automjetet, 322 automjete u hoqen nga trafiku për shkak të paregjistrimit dhe 172 për shkak të mos funksionimit teknik. 101 shofer u sankcionuan gjithashtu për mos përputhje të kushteve të përcaktuara në lidhje me erësimin e xhamave të automjeteve. Ministria njoftoi se kontrollet e trafikut vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke u bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut. Kuvendi miratoi sot ligjin për Këshillin Gjyqësor me 70 vota pro dhe 1 të përmbajtur. Qëllimi kryesor i ndryshimeve ligjore është të eliminohen dobësitë e deritanishme në kornizën ekzistuese juridike dhe të sigurohet një këshill gjyqësor më funksional, më transparent dhe më i përgjegjshëm. Risitë kryesore që parashikohen me ligjin janë transparenca në procedurën për shkarkimin e kryetarit të Këshillit Gjyqësor, saktësimi i kritereve për zgjedhjen e juristit të shquar, si dhe vendosja e debatit publik gjatë zgjedhjes së kandidatëve për antar jo gjyqtar me qëllim rritjen e transparencës dhe përgjegjësisë. Një rësi e rëndësishme është edhe vendosja e detyrimit të Këshillit Gjyqësor të saktësoj, individualizoj dhe arsyetoj vendimet për zgjedhjen dhe përcaktimin e përgjegjësisë gjyqtarëve, përcaktimi i afateve për ndërmarrjen e veprimeve, për përgjegjësi disiplinore të gjyqtarëve, si dhe saktësimi i bazave dhe procedurës për ankesë kundër vendimeve të Këshillit Gjyqësor, si dhe shumë zgjidhje të tjera për përmirësimin e kornizës së përgjithshme juridike në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Fushata për zgjedhjet lokale që do të përsëriten me 11 janar po vazhdon në disa komuna. Në Gostivar, kandidati i AKI-s Valmon Limani vizitoi Universitetin Vizion duke premtuar mbështetje për arsimin, ndërsa kandidati i Vlenit Nevzat Bejta akuzoi Limani dhe ish-kryetarin Arben Taravari për keqpërdorim të buxhetit komunal. Në Vrapçisht, kandidati i AKI-s Isen Shabani zhvilloi takim me banorët e fshatit Negotin, ndërsa kandidati i Vlenit Zulhajrat Demiri hapi shtapin zgjedhor dhe kërkoi për ndryshim. Në kuadër të fushatës zgjedhore, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për kryetar të komunës së Gostivarit, Valmon Limani, së bashku me kryesuesin e Këshillit Komunal Valdet Xhaferi, kanë vizituar Universitetin Ndërkombëtar Vision, nga ku Limani premton se nëse fiton besimin e qytetarëve për të udhëhequr me Gostivarin, do të ofrojë mbështetje të parezervë për arsimin. Shpreh krenarin që në qytetin ton kemi një tempull dijeje si Universiteti Vizion. Do të jem gjithmonë i gatshëm dhe i lumtur të jem në krah të tyre në mbështetje të dijes, arsimit dhe të armës së Gostivarit. Ndërkaq, kandidati i koalicionit të Vlen për komunën e Gostivarit, Nevzat Bejta, ka shpalosur sipas tij dëshmi se si ish-kreu i kësaj komune, Arben Taravari, ka keqpërdorur buxhetin e komunës, për të cilën Bejta thotë se të njëjtën rrugë e ka vazhduar edhe Valmon Limani. Tenderi prej 500.000 euro për shtrurjen e pllakave të bekatonit. Kompania e cila ka marrur nuk është kompani e Gostivarit. Për shkak se qoftë Taravari apo Limani nuk kanë bashkëpunuar me kompanit e Gostivarit, që i kemi shumë kompani të cilët janë të përgatitura në mënyrë profesionale, edhe punojnë me standarde, për shkak se ata nuk kanë dashur që t'i vjedhin parat e qytetarëve të Gostivarit. Fushatën për zgjedhjet lokale e kanë vazhduar edhe kandidatët për kryetar të komunës së Vrapçishtit. Kandidati i AKI-s Isen Shabani në rrjetin social Facebook ka shpërndarë disa fotografi nga ku njoftoi se ka takuar banorët e fshatit Negotin. Sonte u mbajt një takim me banorët e Negotinës, ku mbështetja dhe besimi i tyre u shpreh fuqishëm. Ky besim dhe kjo përkrahje janë garancia e fitores sonë të përbashkët. Ndërkohë, Zulhajrat Demiri, i cili do të garoj po për këtë komunë në llogën e koalicionit të Vlen, gjatë ditës së djeshme ka qëndruar në Vrapçisht, nga ku kanë bërë edhe hapjen e shtabit. Atmosferë fituese në fshatin Vrapçisht, ku sonte e hapëm shtabin lokal për zgjedhjet e 11 janarit. Në çdo vendbanim të komunës sonë po gjejmë përkrahje të fuqishme për ndryshim dhe zhvillim të Vrapçishtit. Në 11 janar vulosim të ardhmen tonë duke rrethuar numrin 5.
Kujtojmë se zgjedhjet lokale në komunën e Kostivarit, Vrapçishtit, Qendrës Zhupës dhe Mavrovë-Rostushës do të përsëriten më 11 janar, pasi në zgjedhjet e rregullta të 19 tetorit në këtë komuna nuk u arrit censusi. Pavarësisht premtimeve shumëvjeçare, parkingu i qendrës klinike vazhdon të jetë kaotik, edhe ministri aktual Azir Aliu, sikurse paraardhësit e tij premtoi zgjidhje, duke thënë se deri në muajin maj pritet të rregullohet parkingu, i cili do të menaxhohet nga ndërmarrja publike, parkingjet e qytetit me garazh në kate dhe sistem funksional e digital. Numri i madh i ministrave të shëndetësisë që tashmë janë ish kishin premtuar rregullimin e parkingut në qendrën klinike, por qytetarët edhe sot përballen me këtë problematik për çdo ditë. I pyetur nga televizioni Shenja ministri i shëndetësisë Azir Aliu, tha se problemi administrativ është tejkaluar dhe se më së voni deri në maj pritet të rregullohet problemi me hapësirën parkuese, me të cilin do të menaxhojë ndërmarrja publike parkingjet e qytetit. Ai shtoi se qendra klinike do të ketë garazh në kate dhe hapësirë të rregulluar dhe po edhe digitale. Parkingu ishte problem administrativ, ju thash që kemi zgjedhur në nivel të qeverisë veç ka kaluar, tani më pritesht 8 ditë që të jetë në gazetën zyrtare, besoj që ka kaluar edhe në gazetën zyrtare, tash do duhet me institucionin përkatës të nënshkruhet kontrata dhe të fillohet me punë në pjesën e investimit brenda në infrastrukturë. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që një ministër premton zgjidhje për këtë çështje. Premtime të ngjashme janë dhënë edhe nga ish-ministri Arben Taravari, por edhe nga disa paraardhës të tjerë, por situata në terren ka mbetur e pandryshuar. Qytetarët dhe pacientët vazhdojnë të humbin kohë dhe të përballen me stres vetëm për të gjetur një vend parkimi. Zgjidhje alternative janë përmendur dhe provuar edhe më herët, por asnjëra nuk është zbatuar me sukses. Kryeministri Hristian Mickovski ka ndarë sot edhe në shqetësuese sa i përket natalitetit në vend. Ai theksoi se nga viti 2016 deri në vitin 2024 janë lindur rreth 6.000 foshnja më pak, duke ilustruar këtë si klasa bosh dhe simbol të zhdukjes demografike. Mickovski u bëri thirrje të rinjeve të krijojnë familje, duke theksuar se prindërimi është edhe shprehja e dashurisë për atë dheun dhe nën vizioni nevojën për politika afatgjate për ndaljen e këtij trendi negativ. Numri ullët i lindjeve paraqet një sfidë serioze për vendin, vlerësoi kryeministri Hristian Mickovski. Në prononcimin e tij për media, ai u bëri thirrje të rinjeve që të marrin vendin për krijimin e familjes dhe të bëhen prindër, duke theksuar se kjo është edhe një formë e shprehjes së dashurisë ndaj dheut, duke ju referuar statistikave që tregojnë rënje të vazhdueshme të lindjeve. Mickovski theksoi se ky trend në mënyrë figurative pasqyron zhdukjen e një kombi. Sipas të dhënave, nga viti 2016 deri në vitin 2024, kemi rreth 6.000 foshnja më pak të lindura. Nëse një klas ka mesatarisht 20 nxënës, kjo do të thotë 300 klasa bosh. Nëse një klas është e gjatë 20 metra, flasim për rreth 6 kilometra klasa të zbrazëta. Kjo, në mënyrë figurative, tregon se si duket zhdukja e një kombi. Ai paralajmëroi se nëse ky ritëm vazhdon, investimet në infrastrukturë do të humbasin kuptimin, pasi në të ardhmen nuk do të ketë kush që i shfrytëzojë ato. S'ka kuptim të ndërtojmë shkolla, qerdhe, kënde, lojrash e rrugë, nëse nuk ka kush t'i përdor. Prandaj, mesazhi im për të rinjët është i qartë. Dashuria për atë dheun shprehet edhe përmes vendimit personal për të krijuar familje dhe për të realizuar si prindër. Sipas kryeministrit, problemi demografik kërkon përkushtim të përbashkët dhe politika afatgjate me qëllim ndaljen e trendit negativ të lindjeve. Një shpërthim me tritol ka ndodhur mëngjesin e sotëm në hyrjen e një pallati në Perash të Shkodrës. A2 CNN raporton se një person ka humbur jetën. Mësohet se viktim ka mbetur një 67 vjeçar me iniciale HY, banori i pallatit. Fillimisht është menduar se ka shpërthyer boksi elektrik, por më pas ka rezultuar lëndë plasëse. Policia në vendngjarje ka nisur hetime, ndërsa punonjësit e tyre kanë konfirmuar se shpërthimi nuk ka ardhur nga boksi elektrik. Në lidhje me ngjarjen në Shkodër, sipas informacioneve paraprake, informojnë se shpërthimi nuk ka ndodhur për shkak të boksit të matësve në pallat.
Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski u ka thënë gazetarëve nëpërmjet WhatsAppit mëngjesin e së hënës se i ka kërkuar Donald Trumpit të ofrojë garanci sigurie deri në 50 vjet gjatë takimit të tyre në rezidentën e presidentit amerikan në Florida të dielën. Zelenski ka thënë se në vend të kësaj një draft i kornizës së paqes parashikon garanci sigurie nga SBA-ja për Ukrainën për 15 vjet. Nuk është e qartë se çfarë forme do të marrin këto angazhime, por udhëheqësi i Ukrainës ka kërkuar garanci sigurie të ngjashme me nenin 5 nga Evropa dhe SBA-ja, duke ju referuar parimit themelues të NATO-s se një sulm ndaj një antari duhet të shihet si një sulm ndaj të gjithëve. Administrata Trump ka intensifikuar përpjekjet e fundit për luftën në Ukrainë që kur ka rrjedhur një plan i paqes prej 28 pikash. Në takim e së dielës, Trump-Zelenski, presidenti amerikan, ka deklaruar se marrëveshja për Ukrainën mund të ndodhë brenda pak javësh, teksa ka shtuar se vetëm pak çështje kanë mbetur për të zgjidhur. Stuhia Johannes, e cila ka përfshirë vendet nordike nga fundjava, la 3 të vdekur dhe mira familje pa energji të hënën. 3 persona humbën jetën në Suedi pasi pemët ranë mbi ta, ndërsa më shumë se 15.000 familje mbetën pa energji sot në mëngjes, edhe pse stuhia filloi të qetësohej. Finlanda, jugperëndimore dhe perëndimore u zgjua me një skenar të ngjashëm me mbi 33.000 njerëz pa energji. Stuhia pritet të shkaktojë dëme që arrin në qindra mijëra euro, tha shoqata për menaxhimin e pyjeve në rajonin e Ostrobothnia jugore dhe qendrore. Në Norvegji, rreshqet e dendura të borës kanë çuar në mbyllje të rrugësh dhe vonesa në veriun e largët të vendit, ndërsa rajonet jugore pritet të shohin disa kalime malore të mbyllura gjatë gjithë ditës. Me lajmin e Yıldızit e mbyllim këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.